Me që përmendje qarje një çfarë, ti qan shpesh? Po. Po. Për çfarë qan më shumë? Çfarë të bën ty të qash për shkakun? Ndonjëherë më bën dhe vetja ime se jam budallaqe, mërziten kot. Ndonjëherë. Mërzitesh kot me veten tënde për çfarë arsye mërzitesh? Po, kela hallet tona burri dhe. Po çfarë halli ke pra një hall që ti bën qash? Ore ndonjëherë më ndodhet të qaj se për shembull lodhem shumë në punë ose me ato, më mbushet koka ime plot, shkoj në shtëpi dhe çfarë bëj s'kam kujt i shfryt dhe qaj. Qan për shembull kur ngrihesh me vonë mëngjesi duhet vish në punë dhe qan. Jo, ashtu, jo, qysh shumë bath komë tu vë 7 alarme çdo thua. Kush të bën më shumë për të qeshur? Për të qeshur? Shoqet e mia të ngushta. Ti mendon që një mashkull që të bën për të qeshur është shumë interesant për të lidhur? Shumë interesant, po. Do të ketë humor, s'e të bën. Çfarë të ekciton më shumë? Jo, do jo vetëm seksualisht. E kuptoj. Po dhe seksualisht atë eksiton. Më pëlqen, është shumë i mirë. Më pëlqen, meqenëse ishim te meshkujt. Po. Më ekcitojnë meshkujt që din të komunikojnë, që din të flasin, të ulen dhe kur flasin të çojnë në sy. Kjo është shumë interesante. Domethënë ata që të pip mendjen, ë? Bravo. Okej. Po kështu, kush të eksiton kështu artistikisht, kështu zakonisht eksitim flas që të më frymëzoj. Të frymëzon, të gëzon, të po shoqet e tua prap. Jo, se poshtë që është domethënë. Po ka që ke parasysh, është një lloj paradokse aty brenda, se ke fjalën eksitim dhe pastaj ke parasysh për të. Po kuptoni, jam i eksituar për shembull, në kuptimin jo erotik fjalës. Jo, e kuptoj, po. Si mirë, kush të ngren nervat më shumë, Enxhi? Kush të ngren nervat më shumë? Njerëzit që i marrin gjërat, jo. Njerëzit që s'kan pjekuri emocionale, ndonjëherë më ngren shumë nervat. Shumë. Pjekuri emocionale. Po, e ke parasysh kur ti pret që dikush realisht të punoj ku diun një çik me veten ose të ketë mundsinë dhe kapacitetin që ta kuptoj një gjë, mos ta marrë personale. Realisht jetë i pjekur emocionalisht për ta kuptuar dhe tjetrin. Domethënë më duket një egoizëm shumë i madh. Kjo që përshtatur në situatë. Ore më ngren nervat. Më ngren nervat. Ndoshta edhe është pa aftësi, ë? Domethënë është i pa aftë për ta arritur. E kuptoj, po mund të përpiqet, jetojmë në kohë që mund të mësohesh. Meqense ti folet te eksitimi, çfarë është një gjë që të jep atë që ne gocat i referohemi si dhik, ajo gjëja që mua më shpif, pra që ai bëri atë gjën ose si lau dhëmbët si hëngri mua më. Që është një kështu një X i madh, një X i më po, një gjë që ta bëj një mashkull dhe ti, ai mund të ketë 1001 të mira, po bëri atë u eliminua. Të flasi për ku diun, për shembull, këta çuna që bëjnë si fanatik. Këta që fillojnë të flasin për fanatizmin, për moralin, jo po fundi, jo po këto, realisht domethënë, ua, ku shkoti me atë shal? Ku diun, po them kot ose kështu të fal. Do jo, mendoj këtë gjë që ai akoma pa patur diçka me ty. Kishte të më fal. Ka këtë akses, e kupton? Domethënë, imagjino të ketë një gjë edhe më shumë, domethënë se sa mund të deliroj, domethënë sa i papjekur nga trut e kokës mund të jetë. E kupton. Çfarë ha më shpesh ti? Unë ha dhe çdo gjë, s'kam as nazë. Pra ne ta dash. Po pra Ushimet e jatë gjitha, perimet e jatë gjitha, frutat e jatë gjitha. Më shpesh, di unë thënë ça nuk ha. Gjellet me lugë të mamit të shtëpia, i kam shumë qejf. Moj unë ha pilaf shumë për shembull. Unë pa da unë pilaf shumë, thënë. Ha pilaf dhe ti. Po, në gjitha versionet. Domethënë pilafi ke përsu të specat e mush. Po, specat mush. Pilaf me risotto dhe sushi.